Quheni pak humorin e ditës. Një doktor kishte shkruar te klinika e tij një njoftim. Në njoftim ishte, në qoftë se unë ju shëroj, do t'ju kërkoj vetëm 15.000 lekë të vjetra të më paguani për punën, në qoftë se unë nuk arrit ju shëroj, do t'ju jap 100.000 lekë. Edhe kalon aty një avokat na lexon njoftimin. Wow, thot avokati, do ja marrim 100.000 lekë ti doktori duke ndënjur, thot. Unë jam aq i Zotit sa i mbush mendjen gjykatësit që s'ka gabuar një person që ka bërë gabime të rënda. Jo, mos i mbush mendjen doktorit që nuk më shëron dot. Ashtu bëri hyri në klinik. I thot doktori, çfarë problemi ke? Avokati thot, kam humbur aftësinë për të shijuar, nuk shijoj asnjë. Okej, thot doktori, të përpiqem të të shëroj dhe nëse nuk të shëroj, do të paguaj. I thot infermierës doktori, na sill pak atë ilaçin që është në sirtarin numër 3. Vete infermierja e sjell ilaçin, e provon avokati, u prish në fytyrë, tha, kjo tha, që ka shumë e hidhur si shije peniciline. Shumë mirë, tha doktori, ja të shëruam, i tha, të erdhi dhe shija. Atëherë, na jep lekët, paguan lekët avokati dhe ikën kështu i xhindosur, me mendimin që do vi prap dhe t'ja marri lekët doktorit. Avokati nuk e mbante dot vendi, kështu që vendosi ditën tjetër të vi prap te klinika me mendimin që t'i mirte atë 100.000 lekë doktorit. Erdhi aty dhe i tha, doktor, thot, kam një problem. Çfarë problemi ke? I tha doktori, kam probleme me kujtesën. Atëherë i tha doktori, do përpiqem të të shëroj. I thot infermierës, merre pak atë ilaçin tek sirtari numër 3. Tha avokati, të njëjtin ilaç përdora dhe herën e kaluar. Atëherë i tha doktori, u shërua dhe kujtesa se ke filluar të mbash mend. Avokati pikë e vrerë, pagoi lekët që do t'i jepte doktori dhe iku avokati i dëshpëruar, i natosur dhe me mendimin që do vinte prap t'ja mirte atë 100.000 lekë doktorit. Erdhi prap të nesme, se mbante vendi. I tha, doktor, tani kam arritur të kem një problem akoma më të madh. Çfarë problemi ke? I tha doktori. Nuk arrit të shikoj më. Vërtet? I tha doktori. Nuk shikon fare? Po fare, thot. Avokati, nuk arrit të shikoj asnjë. Atëherë i thot doktorin, po m'vika shumë keq. Është vetëm gjë që nuk mund të shëroj dot. Dhe i thot infermierjes, jepja pak 100.000 lekë se nuk e shëroj dot avokatin. Dhe infermierja i jep vetëm një 10.000 lekë. Avokati e shikon, i xhindesur i thot, më ke dhënë vetëm një 10, dua edhe 90 të tjera. Atëherë i thot doktori, neve të shëruam, kështu që na jep ti lekët për sot, për vizitën e sotme. Iku avokati dhe nuk u duk më në klinikën e doktorit, nuk e di tani e vazhdon më profesionin si avokat apo jo, ka shumë xhindosur. Uroj të kaloni një ditë bukur juve kudo që t'jeni dhe mos harroni të ndiqni videot e mia për më shumë humor. Kalofshi bukur.